I erdhën, morën vesh muslimanët dorën në krah. I thanë, sa lekë ti të mbreti? 1.000 dirhem. 1.000 dirhem do t'ju japim ne. Mos vri mend. Sepse, po i bëri qefin këtyre, do ishte i varur tek ata. Si dikush në Egypt, në kohët e mëparshme, ku ka pasur, ka qenë një pris në atë kohë që ka qenë domethënë arrogant, kuptimin që nuk i respektonte dietarët e tjerë, kishte qef atë dukjen, kur dilte ky do t'i çoshin gjithë në këmbë, t'i përulesh, t'i pusnin dorën e tjerë. Kur u fut njëri te xhamia e Zherit, normalisht po hyn khalifa, po hyn prisi, mbreti, tjerë. Të gjithë në këmbë, për respekt. Përveç një dietari turk, një hoxha turk. Ai në recept të xhamis vazhdon në mësimin e vet. Tha, unë jam mësim, ai prisi nuk vazhdoi punën, vetë hyn në xhami, bëj çfarë do, dali. Unë jam mësim, nuk çohen tani unë. Një po tani, normalisht ti prisi, i vajti, ranë sy, po ky si nuk çohet. Si ka mësi që nuk çohet? Edhe, i thot, ky mbreti, ky prisi, i thot atyre, njerëzve, kush është ky filani që nuk u çu? Jo vetëm që nuk u çu, nuk bëri respektin, po edhe nuk kishte shtri këmbët ky dietar. Jo vetëm kishte shtri këmbët, po rrinte qefin e vet. Tani i bëri përshtypje këtij prisi. Pse s'më respektoi, vetëm ky s'u çu. Edhe thot njëri prej trupërojeve të vetë. Thot merr këto lekë, këto parat, e i jep këtij dietar. Për ta poshtëruar. Unë vot më me lekë. Urdhëroi të një herë të më bërë respektin mu. Edhe vetë ky trupëroj, i thot ti dietar të votë, se do të ke nga mbreti. I thot ky shehu, ky hoxha, thot kthejmë para të mbrapsht. Kthejmë se nuk i du. Pse? Sepse thot ai që zgjat dorën ke mbreti për të marrë lekë nuk zgjet dot këmbët. Ai që zgjat dorën nuk zgjet dot këmbët. Unë i zgjas këmbët sepse s'kam marrë një ke mbreti, nuk e kam nevojë. Se po të merret tek ai, duke të kisha bërë të veprim, nuk të zgjas dot këmbët, do kisha bërë për marrë mbreti. Pra, që tregon që hoxha do të jetë i pavarur, në kuptimin që mos ta kapi dikush prej hundit, mos ta kapi dikush prej veshit, bëj çfarë do ai. Jo, hoxha i lëra që të tregoj fen si duhet, siç do Allahu. Pejgamberi, siç kanë dashur 3 brezat e parë, siç i kanë komentuar dietarët e tjerë. Po, siç do politika jote, siç duan qefet e tua, epshet e tua, interesat e tua, ta përdorësh ti hoxhën e tjerë në sepse ta hamon të se ti e më lart pamës nga hoxha. Ta hamon të se ti e më rrafë nga hoxha. Ti e më i zgjuar, ti e më i mençur, ti e më i gjen nga hoxha, kjo nuk shkon. Jo, kjo nuk shkon fjalë.